Përshëndetje. Në Shqipëri, shumë kush jeton me dy fjalor. Një për shtëpi edhe një për botën jashtë saj. Në shtëpi flitet shqipja e lirë. Ajo pa filter, pa korniza, me ndjenja të zhveshura, me nerva, me pasion, e me ndonjë sharje për dekor, për atmosferë. Jashtë, në punë apo në rrjetet sociale, përdorim shqipen diplomatike, fjalë që sprekin, që tingëllojnë mirë, që mbajnë fasadën e një sjellje të kulturuar. Dy fjalor për një njeri të vetëm. Një për të jetuar dhe tjetra për të mbrojtur. Në shtëpi, prindi i drejtohet fëmijëve me një repertor të veçantë emocional. Hajde shpejt se të lash pa bukë. Është një mënyrë e butësh shqiptare për të thënë më vjen keq që po vonohesh, duhet të hash me ne. Po ashtu, ta ngjita kokën për tavolinë nuk është dun, është një formë poetike, për rastin nuk po më dëgjon birë. Fjalori i shtëpisë është brutal, por i sinqert. Njerëzit nuk luajnë role, janë ashtu si janë, me gjithë shpërthimet dhe çeltërsinë e tyre të çuditshme. Ndërsa jashtë, i njëjti njeri, që sa po i tha gruas po mi ngrën nervat, po dal jashtë, në punë përshëndet me mirëmëngjes, si jeni sot, gjithçka në rregull, si keni kaluar, dhe e thot me buzëqeshje të programuar. Në shtëpi, fjalori është reagues, jashtë është kontrollues. Brenda njeriu e lejon veten të jetë i çrregullt, sepse ndjen se është territori i tij, jashta i mban uniformën gjuhësore të mbijetesës shoqërore, të flasësh bukur për të mos u gjykuar. Në thelb, ky ndryshim gjuhësor është një formë mbrojtje psikologjike. Ne nuk përdorim të njëjtin ton me shefin si me vllan. Jo sepse jemi hipokrit, por sepse truri ynë ka mësuar që konteksti përcakton gjuhën. Psikologjikisht njeriu ndërton role të ndryshme sipas situatës dhe gjuha është veshja e parë e këtyre roleve. Shtëpia është vendi i zhveshjes, ku nuk kemi nevojë për maska verbale. Jashtë veshim rrobat e komunikimit të pranueshëm, po në Shqipëri këto dy fjalor janë më të kundër se kudo tjetër. Fëmia që në shtëpi dëgjon mos fol shumë se po më dhëm koka. Del jashtë dhe dëgjon duhet të jesh i komunikueshëm, të shprehesh lirshëm. Në mëngjes i mbyllet goja nga prindi, pas dite i kërkohet të jetë i hapur në shkollë, e ky kontrast i përditshëm krijon një konfuzion emocional. Fëmia nuk di kur të jetë vetvetja dhe kur të ketë frikë nga vetja. Brenda shtëpisë mëson censurën, jashtë i kërkohet liria. Dhe kështu ai më vonë bëhet një i rritur që flet shumë kur s'duhet dhe hesht kur duhet. Në çift, fjalori i shtëpisë është një univers tjetër më vete. Për shembull, një mirëmëngjes zemër, e thënë ditën e parë të martesës, mund të kthehet pas disa vitesh, a do çohesh, a do tundesh më në fundi, ç'a do bësh? Dashuria e fillimit shprehet me fjalë, dashuria me vonshme, me frymarrje të rënduara edhe me ton nervoz. Ndërsa në publik, po ata të dy njerëz din të sillen me mirësjellje akademike. Jo, e ke radhën ti, të lutem, fol ti e para, ose fol ti i dashur. Ironia është që fjalori i sjellshëm shpesh përdoret në sy të botës, ndërsa i vërteti për të goditur brenda mureve. Ka një arsye neuropsikologjike pse ndodh kjo. Në shtëpi njeriu relakson mekanizmin e vet kontrollit. Truri ul nivelin e vet vëzhgimit sepse ndjen siguri. Dhe aty del jashtë gjithçka që jashtë e mban brenda. Ai çlirim verbal të themi, është shpesh edhe toksik, por i sinqert. Ndërsa jashtë, korteksi frontal, pjesa që menaxhon sjelljen sociale, ndizet maksimalisht për të rregulluar çdo fjalë, çdo gest, çdo faleminderit që duhet të tingëllojë e ngrohtë. Në një farë mënyrë shtëpia është vendi ku njeriu tregon kush është, jashtë tregon kush dëshiron të duket. Dhe kjo ndarje nuk është pa pasojë. Kur fjalori i shtëpisë bëhet shumë i ashpër, ai krijon mure emocionale. Fëmijët që rriten duke dëgjuar vetëm mbyllë gojën, më vonë nuk din të flasin për ndjenjat e tyre. Partnerët që komunikojnë me sarkazëm e nervoz, ngadalë ndërtojnë një sistem komunikimi ku dashuria përkthehet në ironi
dhe afërsia në grindje. Jashtë, ata mund të duken çifti perfekt. Por në shtëpi janë dy bashkëjetues që e din mirë çdo fjalë që është një min e vogël. Nga ana tjetër ekziston edhe e kundërta. Njerëz që flasin me kujdes në shtëpi, por shfryn jashtë. Ata që në familje janë të heshtur, por në kafene, në zyrë apo në komente online, nxjerrin mllefin që nuk guxojnë ta shprehin në shtëpi. Fjalori i shtypur brenda kërkon të dalë diku. Dhe interneti sot është kthyer në shtëpinë e re ku njerëzit flasin pa filtra, sepse aty nuk e dëgjon askush, nuk ka autoritet mbi ta. Në thelb, ajo që shohim është një ndarje midis autenticitetit dhe përshtatjes. Sa më shumë njerëz ndihen të pavlerësuar në shtëpi, aq më shumë investojnë në imazhin jashtë. Dhe kundërta, kush ndjen siguri në familje, nuk ka nevojë për fjalë të mëdha jashtë. Psikologjikisht, kjo është një formë kompensimi. Njeriu ka nevojë të ndihet i dëgjuar diku dhe kur se gjen në shtëpi, e shpik një version të vetes jashtë saj. Ironia e madhe është që fjalori jashtë shpesh lavdëron atë që shtëpia shkatron. Në punë, njerëzit flasin me respekt, empati, dëgjim aktiv, ndërkohë që mbrëmjeve bërtasin njëri tjetrit se kush do lajenët. Në rrjetet sociale publikojnë fraza për dashurinë, mirësinë, qetësinë, dhe 3 orë më pas në kuzhinë ndodh shpërthimi verbal i ditës, ato që ka grumbulluar dita. Njeriu modern nuk është më hipokrit, është i lotur. Ka thjesht 2 botë, ku duhet të sillet ndryshe për të mbijetuar. Ndoshta është koha të pyesim dhe veten. Pse fjalori që përdorim jashtë shtëpisë nuk mund të futet brenda saj? Pse duhet të flasim me më shumë respekt me të huajt se sa me njerëzit që na duan? Ndoshta sepse jashtë duam të pranohemi, ndërsa brenda e marrim pranimin si të mirëqen. Por psikologjikisht, shtëpia është vendi ku duhet të mësohet gjua e butësisë, sepse aty lind mënyra si do të flasim me botën. Nëse në shtëpi fjalët do të ishin më të kujdesshme, jashtë do të kishim më pak njerëz që fshihen pas frazave të bukura, sepse gjua që përdorim çdo ditë është ushtrimi më i fortë i psikikës sonë. Ajo tregon si mendojmë, si ndjejmë dhe sa respekt kemi, jo për të tjerët, por për veten. Në fund të fundit, fjalori i shtëpisë dhe ai jashtë nuk duhet të jenë 2 universi paralel. Njeriu i balancuar është ai që me të njëjtën qetësi, në tryezë apo në zyrë, nuk ka nevojë të ndrojë tonin për të treguar karakterin. Fjalët janë pasqyra më e madhe e shpirtit, dhe nëse brenda je jashpër, s'ke për të bërë i butë, do të jashtë. Nëse duam të kemi fëmijë që flasin me respekt, duhet të dëgjojmë gjuhën në shtëpi. Nëse duam partner që komunikojmë, duhet të lejojmë të flasim pa frikë. Dhe nëse duam një shoqëri më të qetë, fillimi është shumë i thjeshtë. Të ndalojmë, ti kursejmë fjalët e mira për të huajt dhe ti përdorim me ata që janë pranë nesh. Se në fund të fundit nuk është gjua që krijon marrëdhëniet, janë marrëdhëniet që krijojnë gjuhën. Dhe ajo që ndodh në shtëpi është prova më ndershme e asaj që ne jemi me të vërtetë. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Edhe në videon tjetër, miru takofshi.